Shumë nga problemet që ne kemi sot mund të ishin shmangur në rast se do ishin marrë prodhime, më thënë, produkte, prodhime më të lira, po që janë dhe më të mira nga këto. Për shumë përmenda rastin e sapunit. Ai sapuni vjetër, shumë i mirë. Unë nuk kam në interes, duket sikur po bëj reklam. S'kam lidhur as më njohin, as do t'i njoh. Thjesht unë kam parë këtë që kur kam përdorur këta sapunët e mirë, që nuk e di nëse ti do lejosh ti përmend me, po besoj s'ka rëndësi se do duket sikur. E din gjithë sigurisht. Jo Dovere, Palmolive, ku e diun jo Duru. Këto janë sapunë që shkaktojnë kancer. Kancer lëkure, është e frikshme. Ndërsa kur kemi përdorur këta sapunë të tjerë, lajnë mirë, lëkura nuk ka sëmundje të ndryshme, mbahet higjiena e shkëlqyer, sidomos tani me Covidin që këta do hedhin një virus të rrezikshëm. Edhe ky virus, hantavirusi, se duhet ta cekë pak më lart, por s'do të shkëputja. Ti mendon se ky virus servi kote? Gjithandej. Si mendon ti? Unë mendoj që jo. Mendja ime, jo se mendja e përçarturi, po doli një lajm atje nga Australia që nja 200-300 flakon me viruse u zhdukën, si u zhdukën? Po s'ka protokoll sigurie atje? Ka protokoll sigurie një shtet si Shqipëria, jo Australia, që është superfuqi e oqeanis atje. Ishte i qëllimshëm pra. Nuk u eci me Covidin, tani do ta bëjnë me hantavirusin. Për hantavirusin Pfizer i ka punuar që në vitin 2022 dhe vetë ky lloj virusi, nga informacionet që unë kam paktën, është derivat, është prejardhje, është pasojë e këtyre vaksinave që kanë bërë këta. Vazhdimi. Është vazhdimi. Por higjenë e mirë, ushqime të mira, të gatuara mirë, të ngrënë të shëndetshëm, larja e enëve mirë, higjiena dhe mundësisht të mos përdoren shumë këto kimikatet për larjen e çimentove me ujë. Nuk ka gjë më të mirë se sa ujë. Thjesht ujë. Të vijë era oksigjen. Ku ka oksigjen, oksigjeni i vret viruset.